A është e mundshme që një njeri që ka pas njohuri të thella, të thella e vnoj në thojze, që me deviju? Kur ndalemi edhe lexojmë nga historia islame, po edhe vetë Kurani që na i cek disa shembuj, sikur se Belam ibn Baura, i cili ka qenë një njeri i ditur te Beni Israilet, mirë po e ka josh dunjaja. Allahu inshallah na bën të çndrueshëm, para arsyes se edhe në fillim e cekam edhe ajetin dhe hadithin që qysh e cek edhe ti, ku falëndrimi takon Allahut që Allahu na ka udhëzuar, kjo janë dhunti e tij. Pastaj edhe Aisha radhiyallahu anha ku tregon për hadithin e njohur që prej lutjeve më të shpeshta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte o rrotulluesi i zemrave, bën e zemrën time të çndrueshme në fejen tënde. Andaj edhe duke filluar nga kjo, shohna që ndonjëherë fillon me sinqeritet vepra, mirë po gjatë rrugtimit njeriu mundet ta joshe dunjaja, ta joshe diçka dhe të devijoje. Edhe këta edhe njeriu i ditur ndodh. Belam ibn Baura ishte njeri i ditur te Ben Israilet, i cili kur erdh dunjaja dhe pesha e parës shkoi me këshillu, mirë po për fatkeqen nga këshillues u bë përkrahas. Andaj edhe ne sot duhet ta kemi këta që faktor në devijim nuk është vetëm mosnjohuria dhe dituria, po kanjherë është edhe keqpërdorimi i asaj diturie. Domethënë kemethali al-himari yahmilu asfara, shembulli atij i cili Allah e ka thënë sikurse gomari që i bart librat. Andaj edhe dia nëse nuk futet në praktik, nuk mobilizon frikë respekt ndaj Allahut, nuk mobilizon mbikëqyrjen e Allahut, nuk mobilizon atë që njeriu të jese aktiv i vazhdimisht, atëherë njeriu mund ta çojë devijimit. Se andaj hoxha, kjo është një këshill për vetveten fillimisht, po pastaj edhe për shikuesit edhe gjithë ata të cilët na shikojnë dhe na dëgjojnë, është ne duhet të mundohemi vazhdimisht të kërkojmë prej Allahut çndrueshmëri. Se dituria jo rastisht edhe në namaz, çdo rekat e ihdina siratal mustaqim. Do të thonë udhëzimi është një proces i vazhdueshëm, nuk është diçka që mbaron një udhëzuar dhe u sos puna. Raste të shumta, shembull në histori shohna që pas udhëzimit ka ardhur devijimi, nuk ka qenë vetëm mungesa e dijes, po ka qenë mungesa e sinqeritetit, mungesa e asaj që ai nuk e ka praktikuar, atë çka e ka predikuar, apo e ka thonë që Allahu na tërheq vërejtjen, dhe ku thot në ajetin kuranor ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O ju të cilët keni besuar, pse pe flitni, pe thoni atë të cilën nuk e veproni, me të vërtetë është e madhe tek Allahu nëse thoni diçka dhe ju nuk e veproni. Andaj te njerëzit që devijojnë, ka ndonjëherë fshehësina të shumta, një ndër ata është edhe te njerëzit e ditur e kena për qëllim, është tek ata dëshira e famës, dëshira e pasurisë, jo në mënyrë të lejuar, dhe dëshira e asaj që njeriu të jese vazhdimisht në piedestarin, shembull, vetëm ai të dëgjohet, vetëm ai të shikohet. Edhe kjo është faktor shumë bazë që edhe te njerëzit e dijes, kjo vlen edhe për hoxhallarët që mundën të devijojnë, sikurse rasti i Belami ibn Baurës, edhe rastet e tjera në historinë islame që ndoshta nuk është edhe e rënit kit me ramicik, por në kohën bashkëkohore audienca hoxha është fitne. Audienca në njeri kur hip lart, ne ta di që kjo nuk është rezultati i joti. Unë shpeshherë i tham edhe shokëve hoxhallarëve, po flas edhe me xhamatin. Kanjherë kur hipna në kursi ose në hutbe, dinë që jeni duke folën, Allahu jo që ti je shumë i ditur edhe orator, po kanjherë Allahu nuk e le mu nënçmu venin ku ki se ti je është minberi Resulullahit. Domethënë kanjherë oratoria jote nuk është që ti je shumë i pashëm, po Allahu je bereqet që mos nënçmohet ai vend. Andaj edhe devijimi vjen kur ti ki vetë pëlqim për ata. Unë i lezu shumë jam, unë i di shumë aqar audience ku marit, klikimet, shikimet e videove të mia. Kur fillon dikush me mendu kështu, kjo është fillimi i një, domethënë, situatet që besimtarit asnjë nuk e gëzon.